Kandidati I pavarur për Bashkinë Vlorë, Vasil Bedinaj, në vijim të takimeve intensive me qytetarët vlonjat, është ndalur për një bashkëbisedim me banorët e Rrugës së Re. Në këtë takim, Bedinaj ka përqendruar bisedën me të rinjtë e kësaj zone, të cilëve sot Vlora nuk u ofron asgjë. Më thuaj 3 gjëra që doja ti në këtë qytet. Para njerë punë për çuna të ri, rruga s'bet lafje. Ujë, drita, të jeshin paktën këto. Këto doja dhe unë. Doja rrugën të ishte shtruar mos kishte plur, doja ujë që të lajsha të shplajsha, doja drita që të kem, doja dhe punë. Po si mund të ketë ti kesh ti këto 3 gjëra në këtë qytet, kur s'do t'ja di njëri fare. Vlora është një forcë e madhe ekonomike. Është qytet turistik, është qytet me probleme të mëdha. Edhe për këtë të falenderoj që ti ke marrë guximin të dalë zot këtyre problemeve. E ne kemi besim. Ti je I sigurt që kam dalë sepse dua të punoj. E kam provuar që ditë punoj në Vlorë dhe nuk kam ikur asnjë ditë nga Vlora. Kandidati Bedinaj ka theksuar se programi I tij mbështetet në një kontratë 1 vjeçare me qytetarët për mbajtjen e premtimeve. Kjo kontratë synon për mbushjen e premtimeve që u përgjigjen nevojave imediate që ka Vlora brenda vitit të parë të mandatit për të vijuar më tej me projektet afatgjata. Sipas Bedinajt, Vlora nuk ka më kohë të dëgjojë programet boshe 4 vjeçare të partive, që kandidatët politikë I përsërisin çdo fushat për t'i lënë më vonë në letër. Kam dalë me një kontratë morale që të hënën në mëngjes do filloj të shpërndahet në flet. Dhe kjo kontratë morale ka disa pika. Kontratë me qytetarët quhet. Dhe këtu kam bërë premtime reale. Dhe u them të gjithë qytetarëve. Ju kanë mashtruar për 25 vjet. Më jepni mua 365 ditë, t'ju bëj minimalisht këto gjëra. Tu tregojmë atyre se për 1 vit çfarë mund të bëjmë ne. Kaq. Në rast se nuk e bëjmë, të ikim. Të vi dikush tjetër. Po jo ta mbërthejnë bashkinë 12 vjet njëri, 8 vjet tjetri, edhe na iku jeta duke pritur ata. Nuk duhet të demoralizohem me asnjë sekond, zotëri. Sepse ky qytet është I joti. Është I imi, është I gjithëve këtyre të rinjve. E kemi për detyrë për moral ta bëjmë. Bedinaj ka kërkuar që më 21 qershor vlonjatët votojnë kandidatin I cili do të jap llogari para qytetarëve për punën e bërë, dhe jo ata që do të jenë të detyruar të japin llogari te partitë e tyre për interesat politik. Në rast se doni ta shikoni qytetin më ndryshe, hidheni votën për kandidatin e pavarur sepse është I juaj, nuk është I askujt tjetër. Unë me politikën nuk kam punë dhe jemi të detyruar të punojmë. Sepse s'ka kush na mbroj. Do të vi qytetarit nxjerr për jashtë. Ku do futesh? Çfarë do thosh? Kam kryetarin si thua dot. Kam deputetin si thua dot. Kështu që kjo është e mira për këtë qytet. Administrimin e qytetit ta marrin ata njerëz që nuk janë të mbrojtur në asnjë krah. Në momentin që do gabojnë, të marrin atë që u takon. Ju siguroj që do fitojmë dhe do ta bëjmë këtë qytet